Nderuar zoti Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, nderuar Ron, Peter, nderuar kolegë të Partisë Demokratike, antar të Forumit Rinor, sot është dita e dytë e trajnimit që Partia Demokratike ka nisur me Leadership Institute. Ne jemi të privilegjuar që me njëherë mbas miratimit të rezolutës IDU-s, mbas miratimit të rezolutës EPP-s, por njëkohësisht edhe mbështetjes që Partia Demokratike ka marrë nga partnerët ndërkombëtar, fillojmë bashkëpunimin me Leadership Institute fokusuar kryesisht në dy element. Fushatat zgjedhore, bërja gati e të gjithë ekipit që do t'jetë në terren për të mbështetur punën e ekipeve zgjedhore dhe njëkohësisht elementi i dytë, bashkëpunimi me koalicionin. Për këtë A ka njëri që për këtë në aty? Për këtë arsye bashkëpunimi me Leadership Institute unë besoj që bëhet gati lidhja. Ron, Peter, I'm going to say only good things about you. So I can continue in Albanian. Otherwise you will go in English. The audience accept it. Bashkëpunimi me Leadership Institute nis një bashkëpunim të gjatë që do të ndodhë për fushatën zgjedhore. Ne jemi të privilegjuar që Roni dhe Peteri do t'jenë pjesë e këtij bashkëpunimi. Roni është një ekspert ndërkombëtar për fushatat zgjedhore, ka marrë pjesë në fushatat zgjedhore në Kongres, në Senat, fushata presidenciale, ndërkohë që Peter, si drejtues i konventës konservatore në Angli, është njëkohësisht ekspert i fushatave dhe bashkëpunues i gjatë i Leadership Institute dhe ka marrë njëkohësisht pjesë në fushata zgjedhore jo vetëm në Britaninë e Madhe, po njëkohësisht edhe më gjerë. Pa dashur që të zgjatem, do t'ja jap fjalën kryetarit Partisë Demokratike, zotit Berisha, dhe më pas dy miqve, të cilët edhe gjatë ditës sotme do t'jenë pjesë e trajnimit me Forumin Rinor. Zoti Berisha. Kënaqësi e madhe për ne që zhvillojmë këtë takim në praninë tuaj, por është gjithashtu dhe një ogur i bardhë për koalicionin tonë, për këta tri që marrin trajnim si lider të ardhshëm. Kjo e tëra në prag të një betejë elektorale të cilën ne do ta fitojmë. Trajnimi i të rive tanë nga Leadership Institute, një institut me reputacion botror në këtë fushë, e konsideroj një zhvillim jashtëzakonisht rëndësishëm. Për formimin e tyre, për rolin e tyre të pazëvendësueshëm, jashtëzakonisht rëndësishëm në këtë betejë, të vështirë por të mundshme për të fituar. Meqense sot çështja është për leadershipin, unë do ju shpreh ju disa mendime të mia. Një lider nuk duhet të ketë frikë. Nuk ka pushtues më të keq për njeriu se sa frika. Kur s'duhet ta harroni këtë. Ndaj dhe thirrja
e Papa Gjon Palit të dytë, drejtuar njerëzve në vitet e fundit diktaturave komuniste në Europë, be not afraid. Ajo ishte për gjithë qytetarët, por një lider duhet të mos i dorëzohet frikës asnjëherë. Duhet të tregoj forcë dhe determinizëm, në asnjë mënyrë arrogancë. Bashkëpunimi është rruga e vetme që lideri, që ju të realizoni vizionet dhe projektet tuaja. Në këtë bashkëpunim ka një sekret. Ekipi. Puna në ekip. Një lider sot mund të realizojë vizionin e tij vetëm me krijimin e një ekipi. Kur shkojmë tek ekipi, kur mos përfillni, mos u merrni me dobësitë e antarëve të tij. Merruni vetëm me talentet, me dhuntit, me aftësitë e antarëve të tij. Në qoftë se ju injoroni të parat dhe merrit të dytat, ju arrini të shumë fishoni. Të shumë fishoni performancën dhe arrini, ju garantoj gjëra të jashtëzakonshme. Ato të cilat duken të pamundshme, ato të cilat duken utopira, në qoftë se ju punoni me një ekip tek i cili bazohi në cilësitë më të arrira të gjithë secilit, në aftësitë më të arrira, ato së bashku bëjnë mrekullira. Ato së bashku bëjnë shumë më tepër nga që mund të mendohet. Ndaj dhe e domosdoshme është që një lider të ketë ekip dhe me ekipin të funksionoj pra në këtë mënyrë. E kot të themur ju, kur nuk duhet dorëzue në qoftë se kauza juaj është e drejtë. Një kauzë e drejtë duhet të mbrohet pa asnjë hezitim, pavarësisht nga pozicionet në të cilat mund të gjendesh. Mark Twain ka një fjalë të urtë. Të vërtetën thot, mbrojeni pa menduar. Ç'nën kupton kjo? Pra, në betejën për kauzën që mbroni, për të vërtetën, nuk duhet të tërhiqi nga asgjë, nga asnjë kalkulim. Beteja fitohet. Shiko ku ishim ne. Merrni shembullin e Partisë Demokratike këto 3 vite. Sa gjëra dukeshin të pamundura dhe janë bërë plotësisht të mundura. Është kështu. Po tani kemi të
pamundurën tjetër përpara në pamje, që është plotësisht e mundur, është betejë me narkoshtetin dhe fitoria e zgjedhjeve. Cila është e jashtëzakonshme është forca jonë morale në këtë betejë. Atëherë, duhet ta nisim sa më parë dhe duhet u them për ta mbyllë këtë fjalë këtyre të rive të pranishëm se historinë e kanë përcaktuar në shumë raste pakicat cilësore. Pakicë cilësore ishin studentët e viteve 90. Ata ishin ditën e parë, ditën e dytë ishin gjithsejt 600-700 vetë. 600-700 vetë. I rrahen në mënyrë barbare. Pas 3 orësh ishin të gatshëm për betejë. Pas 3 orësh ishin gatshëm të zbrisnin përsëri në shesh betejë. Persistuan. Dhe ata u bën, ju nuk u kujtohet, po do të pyesni prindrit tuaj, engjujt e demokracisë u thirrën. Sot, ne nuk kemi diktaturë komuniste përpara, kemi narkodiktaturë përpara. Çfarë do thotë që sot nuk kemi një zgjedhje përpara, po kemi një mision përpara. Kemi një mision për të përmbushur. Dhe ky mision është fitoria e zgjedhjeve të 11 majit. Në këtë fitore, ose kjo fitore, e them me bindjen time më të thellë, se rol vendimtar keni ju. Energjia juaj, përkushtimi juaj, por dhe imazhi juaj, janë të një rëndësie themelore për këtë fitore, në qoftë se ju bëj imazhi kësaj fushate, kundërshtari shkatrohet. Po të dilni ju në skenë dhe ta dominoni imazhin, ata nuk ka njëri dëshirë t'i shofë. Le të lustrohen të bëjnë ç'të duan. Nuk ka krahasim me ju. Energjia juaj është e pashtershme. Sa po u takova me zotëritë nderuar. Çfarë po flisni, ja u kanë thënë dhe ju dhe ja u thonë. Të regjistrojmë çdo ditë në sa dyrë trokitëm. Të regjistrojmë çdo ditë sa durë shtërnguam. Çfarë mesazhi dham? Pra, e shihni ju që fitoria është në dorë tona, në dorë tuaja, në fakt, po tona në tërësi. Kështu që ju ftoj të frymëzuar edhe nga këto leksione dhe mësime që muart, ta vazhdojmë këtë betejë me bindje të plot në fitoren që na pret. Faleminderit.
Do të japim fjalën përfaqësuesit të Leadership Institute, zotit Ron Nering, ashtu siç e thash, Ron ka një eksperiencë shumë gjatë në fushatat elektorale dhe jemi të privilegjuar që e nisi siparin e trajnimeve me Forumin Rinor të Partisë Demokratike, me angazhimin që deri në ditën e zgjedhjeve ky bashkëpunim do të zgjerohet për ta vazhduar me shumë elemente të tjerë që do të plotësojnë gati ekipin zgjedhor. Ron. Well, thank you very much, and thank you very much for the time that we got to spend together today to learn a little bit more about the background and the challenges për as we sfidat, go into the next election. ndërkohë që kalojmë në zgjedhjet e On radhës. the topic of how you get there, Për sa i përket tematikës se si do mbërim atje dhe se si do të krijohet një koalicion fitues, më erdhën ndërmend tre tema të cilat dua t'i ndaj me ju. the importance Së pari është rëndësia majority për të menduar në formën e një mazhorance dhe jo të një minorance. Dhe kjo është characteristic një karakteristikë thelbësore e fitores së partive politike, pra të kesh një mentalitet shumice dhe jo një mentalitet të pakicës. Ju duhet mendoni and your allies together. se kjo parti së bashku me aleatët duhet të përfaqësojnë shumicën e vendit, Not everyone is going to që do të agree on thotë se jo të gjithë do të bien dakord për gjithçka. Dhe në fakt as që duhet të bien dakord për gjithçka it to that victory. për të arritur tek fitoria. That requires a mindset. Por kjo kërkon një mentalitet I don't need për të menduar se nuk është e thënë që të gjithë të bien dakord me mua, por të gjej diçka që i kemi të përbashkët. Dhe do të flas pas pak më gjerësisht për këtë. Komponenti i dytë ka të bëjë me faktin se është thelbësore të krijohet një kulturë that is welcoming e cila është mirëpritëse e të tjerëve, që do të thotë se nuk ka sot mjaftueshëm persona në parti sot për të fituar zgjedhjet, por ka potencial për ta bërë këtë duke nisur që tani dhe deri në momentin e zgjedhjeve. up to everyone in this room Dhe kanë të gjithë në dorë, të gjithë këta që janë në këtë sallë, për të krijuar këtë kulturë që tregon se ne mirë presim që të gjithë ata njerëz të cilët ende nuk janë pjesë e jona për mund të bëhen. that culture is very important. Kjo kulturë është shumë e rëndësishme, sepse kultura e një organizate ju tregon njerëzve se çfarë duhet bërë kur nuk ka rregulla. Si trajtojmë një person të panjohur kur na troket në derë dhe nuk ka qenë ndonjëherë tek ne? A i kthejmë shpinën dhe themi thashe theme për ta, apo i e respektojmë, a i japim një distinktiv, një emblem me emrin e tij. Politika 75% ka të bëjë me lidhjet dhe 25% ka të bëjë me gjëra të tjera. E përsëris, politika 75% ka të bëjë me lidhjet. Çdo gjë tjetër, ideologjia, manifestet dhe gjithçka tjetër përbën 25%. Pra ne fillojmë fillimisht me emrin që i caktojmë çdo kujt. Dikush tha, bëj kujdes me atë që mendon, sepse atë do të thuash, dhe kujdes me atë që thua, sepse do të kthehet në veprimet e tua. Që të gjithë ju do të kontribuoni në kulturën, në atmosferën që do të ekzistojë në këtë parti. Do të jetë një parti mikpritëse, ku pret të tjerët, apo do të jetë një parti ku ne flasim vetëm me miqtë dhe me njerëzit që i njohim. Ndërtuesi më i mirë i koalicionit në partinë time republikane është presidenti i reformës dhe ati i pëlqen të flasë në këtë formë. Ai thotë kur shkon të peshkosh, të duhet vetëm një gremç për të kapur peshkun. Një peshk, një gremç. Nuk të duhen 18 gremça për të kapur një peshk, po të mjafton një gremç për të kapur peshkun. Dhe gremçi është ajo që ju keni të përbashkët. Vetëm një gjë ju duhet e përbashkët për t'i mbledhur njerëzit dhe për t'i vënë ata në anën tuaj dhe për të aktivizuar kapjen. Dhe kjo është pika e tretë dhe e fundit. Përfytyroni se si funksionon një mentesh. Cila është qëllimi i menteshës tek dera? Qëllimi është që korniza e derës dhe dera të bashkohen. Dhe për ta bërë këtë, mentesha duhet të mundësojë lëvizjen. Dhe kjo mentesh ka atë gozhdën që i mundëson bashkimin. Dhe dy anët e menteshës janë të ndryshme. Ato në fakt duhet të jenë fleksibël, ndryshe nuk funksionojnë. Dhe gozhda është pika jone e përbashkët.
Dhe të dyja këto anë të mentesh e mbajnë së bashku kornizën me derën. Dhe ju duhet të përcaktoni cila është ajo pike e përbashkët që ju bashkon juve. Dhe pikërisht kjo pike e përbashkët duhet të jetë sa më frymëzuese, sepse kjo parti ka gjithçka që i duhet për të fituar zgjedhjet e radhës. Çështja është, a i vini në përdorim ato që keni në mënyrë që të tërhiqni edhe të tjerë? A keni mjaftueshëm mentesha që ju të përqendroheni tek pikat tuaja të përbashkëta, pa insistuar që të gjithë duhet të mendojnë ashtu siç mendoni ju për gjithçka? Rëndësia e pjesëmarrjes së të rinjve në parti është thelbësore. E di se kujt i pëlqen të përfshihen të rinjt në parti? Të vjetërve. Të vjetrit, mosha e vjetër i pëlqen të shohë se të rinjt janë të përfshirë në parti, sepse tregon se partia frymëzon të ardhmen, frymëzon të rinjt. Dhe tani pika ime e katërt është se zgjedhjet kanë të bëjnë për dy gjëra, vetëm për dy gjëra. Kanë të bëjnë me besimin dhe të ardhmen. Për këtë janë zgjedhjet. Pra, e ardhmja dhe besimi. Ne krijojmë besimin duke investuar në marrëdhëniet, në lidhjet. Kur takoni dikën, kur e vizitoni dikën në shtëpi, ju shpenzoni kohë për të folur me ta në shtëpi, në treg, në shesh, ju po investoni në këtë lidhje, pa e ditur në qoftë se do t'ju dilni me sukses. Megjithatë ju investoni tek një lidhje pikërisht në krye të herës, sepse personi tjetër do ta shikojë angazhimin tuaj, se sa angazhoheni për të përfshirë në këtë lidhje për të krijuar këtë marrëdhënie. Dhe më vjen mirë që po i shpenzojmë këto 2 ditë me ju dhe pres me padurim të dëgjoj edhe prezantimet, të bëj edhe prezantimet e mia këtë pasdite. Dhe ngjarja që do të përcaktoj fituesin e zgjedhjeve akoma nuk ka ndodhur, po cilat do të jenë këto ngjarje, cilat do të jenë këto aktivitete. Kjo varet nga ju, nga njerëzit në këtë dhomë, nga aleatët, nga njerëzit tuaj. Peter has led the Conservative Convention. Dhe njëkohësisht një mik i Shqipërisë, gjatë ditës djeshme ai pati mundësinë që të njihej edhe me të rinjt këtu, edhe me ekipin e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, dhe sot do të vazhdoj gjatë ditës, po shkurtimisht edhe 2 komente nga Peter. Thank you all very much, and thank you for your time this morning, leader. It was a very, very interesting meeting. I certainly learned a lot about what has been going on in Albania and the dreadful job that the socialists are doing here. Some of you may think it's slightly strange to have somebody disa nga ju mund të mendojnë që është pak e çuditshme të vi dikush nga konservatorët anglezë të mësoj juve se si të fitoni zgjedhjet, ndërkohë që ne kemi humbur në fakt kohët e fundit zgjedhjet dhe humbëm keq. Por nëse ju them se para kësaj javësh, tani do a them, isha në një takim ku mund të kishte qenë shumë më keq. Njerëzit flisnin që do të ndolën partia e tretë, dolëm shumë keq në zgjedhje dhe ishin momente pra të vështira. Ne jemi partia politike më e vjetër në botë dhe më pëlqen të besoj që nuk është thjesht çështje fati, por është tamam një parti e dizenjuar në mënyrë artistike, domethënë ka çështje, ka të bëjë me ide të kësaj partie. Por çfarë mund të mësosh nga kjo fushat? Mund të nxjerrësh mësime si kur fiton ashtu edhe kur humbet. Shpeshherë partitë politike mendojnë për gabimet e tyre kur humbasin, por jo kur fitojnë. Dhe unë edhe Ron sot mendojmë që ajo që duhet bëjnë republikanët sot është pse çfarë bën mirë që fituam, po nga ana tjetër çfarë bën keq që të mos e bëjmë që të mos humbasim prapë. Diçka tjetër është që kur humbet thjesht i kërkon llogari vetes shumë, por puna është që të gjesh edhe të gjesh edhe anët e mira. Gjithsesi,
duke qenë se fola me liderët e partisë tuaj, duke qenë se fola me ju dje për gjërat që ju mund të bëni për ndërtim koalicionesh, do kujtoj atë që ka thënë Ronald Reagan. Ai fliste për një lloj konservatorizmi të ri. Unë notoj shumë në botë dhe kuptoj që në fakt ka shumë më shumë njerëz se sa besojmë. Pra njerëz që besojnë tek demokracia, tek liria individuale, tek familja, tek ligji. Këto vlera konservatore që na mbajnë të gjithëve bashkë. Pra nuk janë çështje politika individuale, por është ideja që ne duam që njerëzit jenë më të lirë, që njerëzit të kenë të drejtën, të kenë prona, të kenë familje, të jenë të sigurt. Unë kam mësuar se programet politike janë të ndryshme. Qofshin në Shqipëri, Malawi, po flisnim pardje në Amerikë, Gjermani, në botën lindore, perëndimore. Po nuk janë programet politike ato që janë të rëndësishme. Kur ndërton koalicione, nuk është puna gjithmonë tek të ngjecësh pra në debate për personalitete apo politika. Puna është të gjesh vlerat e përbashkëta. Çfarë na bën bashk? Si mund të rritemi bashk? Si mund të rrisim ekonominë shqiptare? Si mund të sigurojmë shkolla të sigurta, vende publike të sigurta për njerëzit, për fëmijët? Çfarë mund të bëjmë që njerëzit të kenë punë? Që truri të mos ik. Pra si mundet që njerëzit ta ndjejnë Shqipërinë tamam si shtëpinë, vendin ku ata duan të jetojnë. Kështu që do thosha që të mos ngecni, mos vini pra në kurtin e atyre debateve individuale, por fokusoni tek vlerat e koalicionit nga cila do ja shihni harin, domethënë. Kur vjen puna tek zgjedhjet, siç tha edhe lideri këshilla që unë do thosha është, zgjedhjet nuk fillojnë 30 apo 40 ditë para, fillojnë 6 muaj para. Në fakt tamam fillojnë ditën e fundit kur ke humbur një palë zgjedhje. Aty fillon fushata. Për mua në 5 korrik në mëngjes fjeta dhe që të nesërmen ne filluam aksionin për të hequr qafe socialistët në vendin tonë në Angli. Kështu që këshilla ime është që mos mendoni që zgjedhjet fillojnë një datë arbitrare. Jo, zgjedhjet fillojnë që tani. Mund të ndërtosh koalicionin në komunitetet ku jeton, mund të shkosh të trokasësh në dyert e njerëzve, mund të shkosh të flasësh me njerëzit, mund të jesh autentik. Unë kam folur me shumë deputet, pata darkë mbrëm me 2 deputetët tuaj dhe me liderin tuaj. Fatmirin e njohim që nga puna që kemi bërë bashkë. Ju keni njerëz të talentuar në këtë vend. Mezi pres të takoj edhe antarët e tjerë të koalicionit tuaj, njerëz që kanë të njëjtat ide, të njëjtat vlera. Thjesht duhet të dilni dhe t'i promovoni. Ata takohen. Nëse ju takoheni me njerëzit në Shqipëri, ata e sigurt që do të votojnë për ju. Njerëzit ka shumë gjatë të votojnë për ty nëse të kanë takuar. Pavarësisht vlerave, njerëzit shpeshherë votojnë për dikë thjesht se u pëlqen. Kështu që këshilla që unë zakonisht u jap njerëzve në gjithë botën ku shkoj është pikërisht kjo. E para, shumica e njerëzve nuk mendojnë gjithkohën për politikën. Unë çohem në mëngjes derisa shkoj në darkë mendoj për politikë, përveç se kur shikoj apo kur luaj futboll. Ai është momenti vetëm kur nuk mendoj për politikë. Por keni parasysh që shumica e njerëzve nuk është se mendojnë gjithkohën për politikën. Kështu që në momentin që arrini t'i kapni, të bëni përshtypje tek ata, t'i jepni një vlerë, një ide se si mund të jetë Shqipëria më e mirë, është shumë moment i rëndësishëm. Ata mund mos jenë të interesuar në probleme të caktuara, por një shqiptar mesatar nuk është e mendon pra ditnatë këtë gjë. E dyta është që duhet t'i luftoni me idetë tuaja në vendet ku ndodheni. Kam një mik edhe e përmend gjatë gjithë kohës shembulli i Nikki Haley në zgjedhjet presidenciale në Amerikë. Unë besoj që Nikki Haley doli shumë mirë në harmonizimin e partisë politike. Ajo ka shumë probleme, por kuptoj se ndoshta gjërat ku ajo beson absolutisht janë nëse ka një limit, domethënë e ka humbur atë luftë, po themi, me shumicën e amerikanëve. Por nëse
nëse ajo është më mendje hapur ndaj ideve politikeve të reja, aty e ka fituar Davan. Kështu që kujdesuni të jeni të hapur të ndaj ideve, qofshin këto nga e kaluar, qoftë nga e ardhmja. Unë jam impresionuar kryetar nga njerëzit që ju keni në partinë tuaj, e keni partinë në duar të sigurta, jo vetëm për tani, por për dekada të tëra. Ajo që do të thosha është, dilni, krijoni një vizion pozitiv të Shqipërisë, se si mund të jetë Shqipëria, flisni për mënyrën se si do të rrisni ekonominë, si do të hapni vende të reja pune, si do ta bëni sistemin arsimor më të sigurt, si do ta bëni Shqipërinë më të sigurt, si do luftoni korrupsionin, si do luftoni baronët e drogës, sepse ka shumë njerëz të talentuar këtu që mund ta shohin Shqipërinë të lulëzojnë. Unë e di që ju keni njerëzit e duhur që ta realizoni këtë. Ju uroj gjithë mirat nga një konservator për urim që shkon tek shumë konservatorë tuaj, dhe nëse ne mund të ndihmojmë në ndonjë farë mënyre, me kënaqësi do kthehesha dhe ta shoh zotin Berisha si kryeministër. Faleminderit Thank you. Peter I foli shumë mirë për një koalicion vlerash, për një koalicion vlerash që Partia Demokratike ka me antarët e AIDU-s, me antarët e EPP-s dhe me të gjithë partitë e djathta, që për ne është shumë e rëndësishme, po sot kemi edhe përfaqësues të koalicioneve këtu, përveç leadershipit Partisë Demokratike, të cilët kanë hikur në fakt nga aktiviteti i tyre në terren, siç është normale çdo çtu në mëngjes dhe janë sot këtu, sekretari I përgjithshëm, zëvendës kryetarës, kryetaria e gruas, departamenti marrëdhënieve me jashtë dhe shumë kolegë nga grupi parlamentar. Ne kemi përfaqësues edhe të partive të koalicionit. Zoti Mediu shkurtimisht do ndante dy mendime dhe më pas do ta përfundoj këtë pjesë të parë zoti Xhaferi, kryetari I forumit. Mirëmëngjesi, edhe njëherë faleminderit. Ron, Peter, faleminderit për miqësinë. Një herë kemi punuar dhe punojmë së bashku edhe me IDU-n, edhe falas asaj pune dhe mbështetjes që na keni dhënë. Ne miratuam dhe një rezolutë e cila tregon qartë gjendjen e Shqipërisë, e cila është e vërteta e realitetit shqiptar, për sa I përket qeverisjes, problemeve zgjedhore, përdorimit drejtësisë e gjëra të tjera të rëndësishme. Dhe ju falenderojmë që jeni sot me rininë e Partisë Demokratike dhe koalicionin, dhe ky sesion ishte pikërisht për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të koalicionit. Po e them këtë me bindje se koalicioni është një armë e fuqishme jona, edhe për faktin se Rama e urryer që nga fillimi këtë koalicion, dhe prandaj bëri çdo gjë që është e mundur që opozita të mos ketë koalicion. Opozita të jetë sa më e shpërndar, sa më e fragmentarizuar, në mënyrë që votat e qytetarëve shqiptar të mos kthehen mandate. Dhe puna jonë, siç e tha edhe Roni, është pikërisht si të bashkojmë jo thjesht partitë, por të krijojmë një lloj sinergjie politike dhe shoqërore, e cila do të ndihmonte në ndryshimin politik në vend, në një realitet tërësisht problematik, që ne dimë që s'ka zgjedhje lira të ndershme, e dimë që shteti është përgatitur të bëjë çdo gjë, po përballë kësaj ne duhet I vendosim vullnetin ton politik dhe marrëdhënien ton njerëzor. E tha me drejt Roni, çdo gjë fillon nga besimi dhe besimi është marrëdhënie. Marrëdhënien duhet ta kemi jo vetëm në nivelin qendror këtu politik si drejtues partive politike, por që nga qendra e votimit deri në nivelin më lart, dhe të lidhim me kandidatët të cilët duhet I zgjedhim me kujdes dhe të bëhemi pjesë e një ekipi fitues me atë mentalitet fitues dhe jo me mentalitet thjesht pasiv. Po ashtu mendoj që është shumë e rëndësishme dhe do desha të ndaja të paktën disa gjëra nga vizita që kemi pas me Albanën në Kaliforni, ku na mirëpriti Roni. Ishte pikërisht momenti ku ne punuam të gjithë së bashku, bashkë me republikanët, ose shkuam dhe vështruam procesin zgjedhor atje. Në mënyrën se si republikanët organizoheshin në çdo lloj niveli. Ajo që më ka manitur ka qenë një moment tek kandidatja për Kongres Michelle Steele, ku kishte me qindra të rinj, të cilët merrnin përsipër një detyrë që raportojnë çdo ditë se sa njerëz kishin kontaktuar dhe kush kishte qenë mesazhi këtyre njerëzve. Po ashtu edhe mënyrën e përzgjedhjes kandidatëve. Nuk ishte partia në nivel lokal që thoshte ky është I imi, por kush ishte kandidati fitues, ishte apo si ishte pjesë e partisë politike përkatës. Kur je fitues, bësh pjesë e ekipit fitues. Dhe
do të ndalesha e tek momenti që u tha këtu e përmendi dhe Peter, do në ajo që kam parë gjatë konventës Milwaukee të Partisë Republikane ishte se si Trump arriti të bënte të gjithë së bashku edhe ata që kishe pas kundërshtar në fushat. Nikki Haley dhe DeSantis, për të krijuar koalicione republikane për ta bërë atë një koalicion fitues që rezultoi i tillë. Pra duke bashkuar të gjithë elementet politikë që ndoshta gjykonin ndryshe, por brenda asaj atij ndryshimi përpiqeshin ndërtonin atë që ishte e ardhmja. Unë dua që ju si të rinj, meqense jam këtu edhe po flas, shikoni edhe të rinjtë e partive tjera dhe ata që nuk janë pjesë e partive, që të bëjnë pjesë e lëvizjes tuaj politike. Por do desha që të krijojë edhe diçka që të jetë shumë e pavarur ndonjëherë se sa thjesht ajo çka ju themi ne si drejtues partish. Dhe po marr një shembull që do desha ta shikoni edhe në rrjetet sociale. Nuk e di Ron bie dakord apo jo me mua, but Turning Point USA me Charlie Kirk ka qenë një nga lëvizjet më të fuqishme në mbështetjen së bashku me Young Republicans për fitoren e Partisë Republikane në Amerikë. Mënyra e të debatuarit në çdo qendër universitare, sidomos ato që ishin të majta, për çështje thelbësore që kishin të bënin me familjen, me problemet gender, me problemet ekonomike, pra një zë i fuqishëm politik që vinte drejt për drejt, ndoshta pak i shkëputur nga Partia Republikane, por në të njëjtin fokus besoj që ka bërë një ndryshim shumë të madh në këto zgjedhje. Pra do desha të gjeni një mënyrë që të ishit vetvetja dhe jo vetëm thjesht përcjellës të mesazhit që u japim ne. Ju ndonjëherë dini shumë më tepër se ç'dim ne, e ndjeni realitetin shumë më mirë se që ndjejmë ne, dhe ndonjëherë duhet bëni ju mësuesit tanë se si duhet sillemi ne në vend që ne për gjithmonë t'ju themi se çfarë duhet bëni ju. Unë po e mbyll këtu, por mendoj që ndërtimi i një koalicioni të djathtë, sa më të gjerë, të partive politike, por dhe me të gjithë shoqërinë shqiptare do të jetë ky çi fitores, jo për të parë se kush është e imja, po për të parë se kush është e jona dhe si mund të bëjnë të mundur që ndryshojë realiteti zgjedhor në 11 maj. Mesazhi i parë që më dhanë miqt kur erdhën djen selin e Partisë Demokratike, thanë shumë më profesionale se çdo parti tjetër që kemi parë, jo vetëm në rajon, po edhe më gjërë, e njëjtë me statusin dhe nivelin e takimeve në konventat republikane në Shtetet Bashkuara të Amerikës, më tharoni, dhe jo vetëm prej atmosferës, po edhe prej cilësisë të rinjve, diskutimeve, dhe unë duhet falenderoj Besar Xhaferin, që bëri bashkë një grup të jashtëzakonshëm të rinj për këtë trajnim, që do të jetë vetëm i pari, po njëkohësisht edhe përfaqësuesit e Departamentit të Brain Gain, të cilët janë këtu, Tedi, Nikolën dhe Jonathanin, që diskutuan me ju dje, Albanën që ndau me ju një panel për eksperiencën e grave në fushat bashkë me Eldën dhe ato që do t'jenë pjesë e trajnimeve të sotme. Besardi do t'a mbylli takimi dhe do japi disa mesazhe që lidhen edhe me angazhimin e të rinjve. Mirëdita zonja dhe zotrinj, mirëdita kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, mirëdita miq tanë të vyer Ron Nering dhe Peter Smallwood. Shumë falinderit Joridës dhe Fatmirit që na dhanë mundësinë dhe lidhjen me Leadership Institute për të organizuar këtë trajnim 2 ditor. Pikërisht do nisja pak nga diçka që Fatmiri e ceku dhe me shumë të drejtë që rinia duhet të jetë një mësuese edhe gjeneratës së vjetër. Për fat mirë ne këtë e nisëm në 15 shtator të 2021 kur me peticionin e kryesisë të Forumit Rinor Partisë Demokratike nisi dhe lëvizja e foltores. Dhe besoj se pas 3 vitesh kemi arritur që t'ju mësojmë gjithë grupit parlamentar dhe gjithë aktivistëve dhe antarëve dhe çdo gjë që ne patëm brenda Partisë Demokratike, se kur rinia merr vendime, qofshin edhe pak radikale dhe kundra rrymës së oportunitetit të një momenti, gjithmonë ajo do shkojë drejt drejtimit të duhur. Dhe dua të falenderoj të gjithë rinj për këto 3 vjet sakrificë, ku kemi qenë në momente të ndryshme edhe vetëm, por sot ja ku jemi më të bashkuar, më të hapur dhe më afër dhe më drejt fitores. Kështu që falenderit juve në radhë parë. Ajo që kemi parë dje dhe shpresojmë që të shohim dhe sot, me të vërtet janë një uri shumë të thella për se si duhet të bëhemi më profesional tashmë në aktivizmin tonë. Deri më sot kemi qenë qendrështar.
dhe sepse duhet që qëndronim ndaj gjithë sulmeve që na ndodhin. Nga këtej tutje jemi sulmues, do sulmojmë për të fituar dhe patjetër do e bëjmë të në 11 maj, vetëm nëse arrim të numrojmë me qindra dyer që do kemi trokitur çdo ditë nga këtej deri në 11 maj. Ky është angazhimi që duhet bëj, prandaj jeni përzgjedhur ju, jo vetëm këtë sallë, po dhe më gjerë, sepse fytyra dhe imazhi juaj dhe bindja juaj dhe idealizmi juaj duhet jetë ajo që një qytetar duhet të gjejë kur të hapi derën. Duhet të jeni pikërisht ju që do arrini të bëni skeptikun të lidhet me pikën e vetme që ne do kemi dhe parësore, rrëzimin e Edi Ramës dhe kthimin e Shqipërisë në shinat e kushtetueshmërisë. Në asnjë mënyrë, një rini që është larguar kaq shumë nga ky vend dhe ata që kanë ngelur sot nuk duhet lejoj një mandat të 4 të një personi që ka më shumë pushtet se çka pasur një shqiptar që prej vitit 90. Dhe për këtë, patjetër që do duhet një angazhim thelbësor, por, siç e thash dhe më parë, një angazhim cilësor. Nga këtej tutje, detyrimin nuk ja kemi më vetëm kauzës tonë, po detyrimin do ja kemi vetes tonë. Për të jetuar në këtë vend, për të realizuar ëndrat tona në këtë vend, por edhe për të vënë emrin tonë në historinë e këtij vendi si brezi i dytë që lindi në demokraci fal sakrificës së studentëve të vitit 90, por do e rikthej demokracinë fal vetes së tyre. Ju falenderit dhe shpresoj të ty shikojmë së shpejti. Nuk e din qoftë se zoti Berisha doni të thoni disa fjalë të fundit përpara se ta mbyllim takimin. Neve do të vazhdojmë panelin tjetër me të rinjt. Roni dhe Piteri do të kenë një sesion të gjatë 3 orësh tani, përsa i përket të gjithë temave për fushatën, kështu që unë ju falenderoj të gjithëve, veçanërisht miq që kanë ardhur nga Amerika dhe Anglia, të gjithë kolegët e Partisë Demokratike, duke nisur nga zoti Paloka, kryetari i Këshillit Kombëtar dhe të gjithë ekipin, dhe falenderoj njëkohësisht edhe të rinjt që do të shpenzojnë dhe ditën e sotme në Partinë Demokratike. Faleminderit. Thank you very much. Keep working hard. Thank you. Thank you. I don't know, you like you probably care for time, but it's all good. It's all a great pleasure. I hope to see you again. Thank you. Thank you very See you much. next time. Thank you.